Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për drejt nga Pallati i Sportit Qassim Dervishi i Shkodrës, sapo ka nisur pjesa e dytë e ndeshjes së basketbollit, Superliga basketbollit për meshkuj në mes së Vllaznisë Vendase dhe Apollonisë Mysafire. Është ndeshja e fundit sipas kalendarit për fazën e dytë të Superligës së basketbollit për meshkuj, ku për Vllaznin është jetike fitoria e sotme, sepse e kualifikon në fazën play-off për të vijuar me pas mes 4 më të mirave të Shqipërisë. Jemi në pjesën e dytë të takimit. Vllaznia është në udhëheqjet e rezultatit. Kuqiblut kanë shifrat 61 dhe Apollonia 32. Është një ndeshje mjaft e mirë për Vllaznin, kjo është sotmja. Ka fituar periudhën e parë me shifrat 29-15, po ashtu ka fituar periudhën e dytë 30-15 dhe në pushimin mes dy pjesëve ka shkuar me rezultatin 59-30. Ndërkohë që në të momente është sërish në kryesim, por aksioni është për skuadrën fierake, por është Mauricio Walton që zotron topin, Shestani për Gjeçajn. Kanë shpërdoruar këtë aksion Kuqiblut, tash me topi është për Apollonin, por me njëherë zotron Vllaznia dhe aksion i shpejt individual i numrit 4 Tucker, dhe Vllaznia shkon në kuotën e 63 pikeve ndaj 32 të Apollonisë. Aksioni për Apollonin që ka shënuar në këto momente me anë të numrit 3 Rise. Gjeçaj, vetëm Gjeçaj për Tucker. Gjeçaj depërton vetë në tabel, por blokohet. Aksioni për Apollonin, që nuk shënon është Memçaj. Individual kjo aksion e tij për topi nuk i binde dhe ka dalë jashtë vijave kufizuese, por përsëri është për Vllaznin. Vllaznia ka në protokoll këto basketbollistë për këtë ndeshje është Saad Kobliku, Endrel Tucker, Edon Kuçi, Ashton Parker, Mikael Wright, Bojar Tafa, Veton Gjeçaj, Tyson Wilkins, Robert Shestani, kapiteni i skuadrës, Elian Memçaj, Maurice Walton që sapo shënoi në këto momente dhe Istail Shabaj. Trajneri i ekipit të Vllaznisë është Eni Vllazani. Kolegi i tij është Roni Gjeçaj. Kapiteni Shestani zotron topin. Sulmi për Vllaznin që ka gjithçka në kontroll. Tucker finalizon pikin 67 për Vllaznin ndaj 34 të Apollonisë. Një dominim i plot i skuadrës Kuqiblu, por në të momente shënon Apollonia. Duhet thënë që Vllaznia ka kaluar shumë peripeci në këtë kampionat, sidomos në fazën e dytë. Memçaj për 3 pikë nuk shënon. Ka kaluar shumë probleme dhe me oscilacione që pati gjatë fazës së dytë. E shikoj vetën në limitin e qëndrimit, jo vetëm të përfshirjes në skuadrat
e fazës play-off, pra në 14 mirat, por edhe të shkojë deri në kufit e mbijetesës, por u deshën 3 fitore të radhazi, në fakt 2 fitore të radhazi të fundit të Vllaznis, që skuadra Kuqi Blu të merrte frymëlirisht dhe t'i hapte vetes mundësinë që të pretendojë në këtë javë të fundit. Fitoria parë erdhi në transfert me ekipin Lezhjan Beslidhja, ku fitoi me 2 pikë diferencë, ndërkohë me pas menjëherë pas të ndeshje sërish në transfert mundi edhe Kamza Basket. Sot luan me Apollonin e Firit, Vllaznia dhe i duhet fitoria pa tjetër për të u përfshirë në 4 më të mirat e fazës play-off. Walton në tabel ke mbull 3 herë radhazi dhe më fundi shënon 3 përpjekje, 3 këmbulje, 3 insistime. Dhe e treta vërteta, topi i tij të shkoj në kosh dhe mori dhe gabim personal, të cilin e shënoi duke quar në 70 pikë varazhin e Vllaznis ndaj 40 të ekipit të Apollonis. Kanë qenë rezultatet e javës e fundit. Me Emçaj, ky aksion i tij individual që nis nga krahu i majt, Shestani, Walton, Shestani, Walton, Memçaj, Tuker dhe Xheçaj është pesja që po luan në këtë momente në fushën e lojës për Vllaznin. Për 3 pikë gjuan Walton nuk shënon. Fjeraket në këtë aksion. Nuk ka shënuar numri 3 Mason. Shestani, kapiteni i skuadrës Kuqi Blu, gjithë Shestani, manovrat e tij, organizatori i Vllaznis, kombinon me Mauricio Walton, që merr gabim personal në ndrim tek Apollonia në fushë Skendaj. Largohet Daron Tuker, kemi 2 Tuker në fushën e lojës, është Endrel Tuker për Vllaznin dhe Daron Tuker për Apollonin. Si shtam, Vllaznia është në limitin e pretendimit për të futur në fazën play-off. Vetëm fitoria sotme, të cilin po e realizon, e përfshin Vllaznin në 4 më të mirat e kampionatit. Kjo dhe fal ndeshjes së djeshme të luajtur në kryeqytet në pallatin e sportit Aslan Rusja, kemi parë në këtë moment Rajt me një 3 pikë në distancë, por i rikthehemi asaj çfarë prodhoi sfida Beslidhja Tirana, e luajtur në pallatin e sportit Aslan Rusi të kryeqytetit, ku fitoria e ekipit Lezhjan Beslidhja ndaj Tiranës i ka dhënë mundësi Vllaznis se të ketë shansin që sot me një fitore ndaj Apollonis të jetë në 4 më të mirat e kampionatit, ndërkohë që Tirana me humbjen e pesuar nga ekipi Lezhjan Beslidhja është larguar përfundimisht nga faza play-off. Dhe nëse Vllaznia vazhdon të mbajë këtë avantazh, të rezultat në sfidën e parë të fazës play-off, sfidën gjysmë finale do ta luajë me ekipin kampion Beslidhja e Lezhës. Pra do të kemi një sfidë tjetër interesante, një derbi verior, Beslidhja dhe Vllaznia. Gjithnjë, nëse Vllaznia arrin ta fitojë takimin e sotëm, të cilin e kryeson me rezultatin 74-32. Walton, saltati i Vllaznis, aksioni i tij individual,
kombinon me Wilkins, luan për 3, nuk shënon aksioni për Pierrakit, gabim personal i shkaktuar nga kapiteni Vllaznis. Robert Qestani është gjyqtarja Dea Hushi që e konstaton këtë gabim personal. Dea Hushi cila ndihmohet me 2 kolegët e saj në këtë ndeshje, Hannibal Diu dhe Sergio Gjoni. Një treshe kjo arbitrave që gjykoj rreth 2 orë më herët finalen e kampionatit kombëtar për femra U18 në mes Vllaznis dhe Tiranës. Takim ky fituar nga skuadra Tiranës që u shpall kampione e Shqipërisë. Pra kjo treshe arbitra gjykon edhe sfidën në fjalë, që në këtë momente është shifrat 74, Vllaznia 42 Apollonia. Shikojmë teknikun Vllazani që orienton skuadrën e tij, po komunikon me Memçajn, diçka po i sugjeron. Wilkins, gjyqja parë e lirë, pa sukses. Duhet minuta 7 për periodin e tretë. Jemi drejt për drejt nga pallati i sportit Qazim Dervishi i Shkodrës në ndeshjen e basketbollit Vllaznia Apollonia, e ndërthyer në shifrat 75-42 për Vllaznin. Me Emçaj ka rëmbyrë të top skuadrës Mysafire, sërish për Memçaj ka shmangur 2-3 basketbollistë dhe gjatë depërtimit në koshin Mysafir ka fituar gabim personal. Elian Memçaj, gjyqja parë e lirë për Shkodranin e talentuar, është pjesë e ekipit tonë kombëtar, shënon Memçaj. Në gjyqjen e parë të lirë, edhe një mundësi për Elian Memçaj, e shënon dhe të dytën, thellon avantazhin e Vllaznis në 35 pikë plus. Një dominim absolut i skuadrës kuqe blu, por shënon një kosh me vërtet cilësor Apollonia në këtë momente nga numri 23 Kevin Bare. Una përgjigjet e Walton, Mauricio Walton, 3 pike që dikuja dedikon në tribun apo në stolin e Vllaznis. Right për Wilkins, blokohet me gabim personal. Ky rezultat e kualifikon Vllaznin si sta më herët në 4 e parë finaliste, duke çiftëzuar të luaj përballë beslidhjes në fazën finale. Largohet për momentin nga fusha lojës Elian Memçaj, është Tucker që rikthehet në fush. Wilkins shënon pikën e radhës për Vllaznin, gjyqja parë e lirë e tij me sukses. Edhe e dyta, Vllaznia 82, Apollonia 45. Nuk është ai shkelqimi i duelit të fazës së parë mes këtyre dy skuadrave ku ritmi ka qenë më i lartë, ritmi dhe rivaliteti grinta emocionet. Por tashmë Vllaznia është dominuese në fushën e lojës. Luan me sukses. Numri 24 i skuadrës Mysafire, Samuel Skendaj. Tucker, stani për 3 pikë.
Gabon. Sudmi është për Apollonin. Gabim personal i shkaktuar në dëm të basketbollistëve të Apollonis. Ndrejmë tek skuadra fierake. Luhet minuta 9 për periudhën e tretë të ndeshjes. Avantazhi i thellë i Vllaznisë në plus 32 pikë. Vllaznia 82, Apollonia 50. Topi për fierakët Skendo. Gabon për 3 pikë Apollonia. Ishte Bruho. Sestani, Tucker. Për 3 pikë Tucker, Wilkins, po nuk shënon në aksion i shpejt i fierakëve. Ka shënuar skuadra fierake si zakonisht me numrin 3. Mason. Right. Wilkins për 3 pikë. Përfundon aksioni, por mbyllet perioda e tretë të ndeshjes. Mbyllet 10 minutë i tretë. Rezultati Vllaznia 82 dhe Apollonia 52.